Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Falënderimi takon Allahut, salavatet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë muslimanët të cilët i ndëgjojnë dhe i praktikojnë fjalët e Allahut dhe fjalët e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun që të kemi agjerim të pranuar inshallah, lutje të pranuara dhe agjerim të lehtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë muaj ka folur shumë, por ne do të jemi në pika të shkurtra. Pejgamberi Allahut na thot awwalu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar. Fillimi është mëshirë, mesi është maghfirat, pastrimi i mëkateve dhe fundi është lirim prej xharmit inshallah. Këtë drejtë i mrim me ndihmën e Allahut. Do të ndalemi në pika të shkurtra në atë çka Allahu xhalla xhelaluhu na ka dhënë hedije, pasuri, evladin, ku Allahu në Kur'an thot el malu wal banuna zinatul hayati dunya. Me të vërtet pasuria dhe evladi janë zbukurimi i jetës, por njashtu Allahu xhalla xhelaluhu na thot wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Me të vërtet pasuritë juaja dhe evladit mund të jenë edhe sprov. Pra, padyshim që evladi është pasuri, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se edhe pas vdekjes evladit të hajrit i shifet, do thotë i hajri edhe prindi ja shef hajrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot aw waladun salihun yad'u lah, ai i cili ka vlat të hajrit edhe mas vdekjes për ta lutet dhe ban dua dhe istighfar. Njashtu prej evladit të hajrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson se në xhennet do t'i thuat njeriu hip edhe një grad më lart. Do thojë o Zot, un me veprën time, me veprimtarinë time s'kam pas mundësi ta mri. Do t'i thojnë melekët e ki pas një evlad i cili ka bën istighfar për teje dhe duhesh të ngritesh ala më lart. Por mundet me qenë edhe sprov. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot prej mëkateve të mëdha është kur evladi e shan dikan tjetër, i shahat, do thot nana dhe baba i kthehet, domthon përkundrazi për atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ai i cili i edukon di vajza, do të jetë fa innahu ma'iya fil jannah, do të jetë me mua në xhenetin e Allahu xhalla xhelaluhu. Ai i cili i rrit dhe i edukon dhe i marton dhe jetojnë me islam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpërblimi i tij do të jetë xheneti i cili me mua do të jetë në xhenetin e Allahut. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an na ka treguar më shumë se një rast. Musa alayhi salam dhe Khadiri. Musa alayhi salam ka qenë pejgamberi i Allahut dhe ka qenë kelimullah i cili ka folur në mënyrë direkte me Allahun, por Khadirit Allahu xhalla xhelaluhu ja dha disa mundësi që t'i dije më shumë se Musa alayhi salam dhe shkoi të mësohet. Allahu e ceki në ajetin të suratul Kahf, në ajetin 71, 74 dhe 77, ajetet tek 71, 74 dhe 77, ka tre ndërmjet tyre, ku Khadiri po i thot Musa alayhi salam do të shkojmë së bashku, fan talaqa, dulën dhe ecën së bashku, dhe hipën në një anije, pra të tregojmë mrekullitë që Allahu xhalla xhelaluhu pra i ka definuar në librin e tij. Thot Khadiri mas i zdripën prej anijes, fe kharaqaha, pra nisi me prishën. Musa alayhi salam po i thot e ke ardhën imra me një punë jo të heshme, por domethënë masi se e prishi për një qëllim ku Allahu xhalla xhelaluhu ja zbuloi Khadirit dhe Musës jo, Musa alayhi salam e pa se ajo mund të përsëritet dhe të ndreqet. Kur e takoi, kur shkuan për zditi, Khadiri thot hatta idha laqiya ghulaman faqatala, e takoi një të ri e mbyti. Musa alayhi salam tha ke vepruar një vepër nukra, shumë e rëndë, që ajo nuk ka përsëritje. Dhe hera e fundit shkuan do të takuan në një fshat ku Allahu xhalla xhelaluhu po i thot e kanë ngrit një mur Khadiri ku në ta është një pasuri e jetimeve. Domethënë tregon mrekullinë dhe ato e radhiqen e fjalëve të Allahu xhalla xhelaluhu. Një prind shkoi te Hazreti Omeri dhe po don të ankohet te Hazreti Omerit se evladi i tij nuk po e respekton. Evladi shkoi me ta me prindin e vet, o Hazreti Omer, a ka mundësi me na treguan se çfarë haku, çfarë të drejtë ka evladi, prindi ndaj evladit? Omeri radiallahu anhu ja radhiti 3 sende.
tha duhet t'ja zgjedhe nanën e mirë, duhet ta emnoje me emër të bukur dhe duhet t'i mësoje diçka prej librit të Allahut. I riu tha, ki prindi jam po kërkon prej meje të drejtët e veta, por më ka zgjedhë nanën jo të mirë. Më ka emruar me një emër jo të mirë dhe njashtu nuk më ka mësuar asnjë shkronjë prej librit të Allahut. Atëherë çfarë të drejtë kërkon ai prej meje? Pra kjo na tregon neve se evlatët e tonë për me qenë në bereqet, për me qenë të hajrit, duhet njeriu të përgatitet shumë më herët të zgjedhë nanën e mirë, ta emnoje me emër të Islamit dhe njashtu t'ja mësoje librin e Allahut. Për atë jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson se thot tunkihul mar'atu li arba'. Fejohet dhe martohet i riu dhe e reja për katër sende. Li jamaliha, për bukurinë e saj. Li hasabiha, li nasabiha, për sinxhirin familjar. Li maliha, për pasurinë. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të fundit e tha, li diniha fadhfar bi dhati dini taribat yadak. Zgjedhe atë e cila ka din, ka fe, sepse ajo do t'i plotson krejt kushtet e tjera, sepse pasuria me kalimin e kohës mund të kaloje, sinxhiri familjar mund të ndryshoje, bukuria mund të ndryshoje, por ajo e cila ka din, do të thotë dini e saj vetëm shka e heshjon dhe e zbukuron, por prej saj nuk mund të lindin domethënë gjana shka nuk i pëlqen familje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj thotë Allahu xhalla xhelalu kur qape evlat preferohet na mëson neve, pra edhe me qenë se jemi në muaj të Ramazanit, por çdo send dash mësim për neve. Na mëson thotë kur të linde evlat në ditën e 7, preferohet t'i thirret ezanin në veshin e gjathtë, t'i thirret ikametin në veshin e majt, t'i lihet goja me amël, me një shërbet apo me një pejgamberi Allahu ka qenë praktike e tij, e ka praktikuar me hurm. Njashtu ti pastrohen flokët, ti matën dhe ti jepet sadaka për ta, të emnohet me emër të mirë. Pra këtë kjo është çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se fillimi i ardhjes së atij fëmijës të jetë me Islam, të thirret ezani, të thirret ikameti në veshin e majt, të lihet goja dhe njashtu do thotë preferohet të bëhet edhe sunnet në ditën e 7. Jashtë kësaj një rast, një ndodhje e cila na tregon se ka ndodhur më herët prindi i cili i erdhi momenti i vdekjes dhe po vdes dhe po i lën 3 djem, 3 Abdullahja, 3 djem me emrin Abdullah. Dhe po i thot Abdullah yarith, Abdullah yarith, Abdullah la yarith. Abdullahi, njëni Abdullah më trashëgon, i ditin trashëgon, i treti nuk trashëgon. Dhe ato ranë në hutisë cili pe trashëgon e cili jo, vdiq prindi. Dhe e morën rrugën dhe thanë po shkojmë prej Hijazit me shkojmë në Medinë, është një gjyqtar i cili din me i gjikuan këto sendet shumë mirë. Duke qenë në rrugë, është shumë interesant. Duke qenë në rrugë, e takuan një arabi, një katunar i cili kishte humbën devja. Dhe ki po i pyet, a e keni pa devën? Ato u ndalën dhe thanë, jo. Por mas pak thanë, mos është devja e jote e cila është e verbër, është qorre. Thanë po, ta ja se kem pa. I diti tha, mos e ka bishtin e shkurtum prem, tha po, ja se kemi pa. I treti tha, mos hec si në anën e majt, tha po, tha jo se kemi pa. Atëherë ki ranë në dyshim se mos e kanë marrë këto, mos e kanë vjedhën. Dhe thanë se bashkë po shkojnë të gjyqtari. Kur shkojnë të gjyqtari tha, shka puna me te, tha, këto 3 e kanë pa devën time, por po dishoj se e kanë vjedhën. Ti i pari, pse thave? Tha unë thash se mos është e verbër se e pash vendin ku ka kollotën, gjithë herë kish hangër barin në një anë, tjetrën e kalon, për ata vendosën se kjo ka qenë e verbër, ta për ata unë e pash vendin, për devën se kam pa, tamam je i lirë. Ti diti, pse thave se pse ka bishtin pse ka bishtin e këputëm, tha po, tha se e pash ta nevojën në cilën e ka banë devja, e ka hudhën në tokë komplet, pa e shpërndaj, me pas pash bishtin e gatë, do më thonë e shpërndaj, për atje thash unë e bese ka bishtin e shkurt, tha po se kemi pa. I treti tha pse tha, i pash tragët, ku ka hecën në një anë, kanë qenë të thelluar në tokë, por atë kanë pasur ajo ka hecën në një anë, por tha nuk kemi pa. Gjyqtari tha ti je i liri se këto nuk pan punë me devën tonë, ta devën to nuk pe dikën se ku është devja. Pastaj gjyqtari tha unë kam punë me juve, do të qeni tha sonde ju misafirët e unë, do të ju servoj ushqim edhe në mëngjes do të takohemi dhe të shohmi
se kush prej juve treve trashëgon dhe kush nuk trashëgon. Por gjyqtari ja u la një përcjellës, një farloj spionimi, dhe ja la shërbëtorin. Dhe i tha shërbëtorit, servoju ushqim. Kur e servoi ushqimin shërbëtori, njëri i pari, Abdullahi i pari tha, mos e hani se kana mishi i qenit. Subhanallah. I diti tha, bukën cilën jemi të e hangër, e pa zonën, bukën e pa përgatitën, bukën gruaja cila është shtatzonën në muajin e 9. I treti po thot, gjyqtari i cili po mirët me neve kana djali i haramit, s'kana do thot i nanës së vet, dhe i babës së vet. Dhe gjyqtari kur i ndëgjoi këtë fjalë, po i thot, pse ti thave i pari se mishi i qenit, tha sepse mishi i kafshëve shkahat duhet me qenën koci, mishi, pastaj vjami. Kurse mishi që na servoi është koci, vjami, pastaj mishi. E kundërta. Do të thotë për pas për forcë kafshët e egra. E thiri shërtorin tha, çfarë mishi është? Tha, o ti gjyqtar, tha, mishi është i qenit, sepse ti më thave ti servoj ushqim më shpejt, tha, ende s'pa të ardhën dhënë prej Saharës, tha, unë nuk pata ndrishë shka me bane, prej ta qenin dhe ja observova, tamam ti i pari e kebe vend. I diti, pse thave ti se bukën e ka zonë gruaja, tha, është e vërtet, e bitët ta po. Kur e pitët ta këtë bukë e ka bën, e ka përgatitën ta gruaja, cila do të thonë kur e ka pekën bukën s'ka pas mundësi për i barkit të saj të shtatzanisë, nuk ka pas mundësi me pekën njënën pjesë të bukës e ka pekën, tjetrën jo. Kur e pitën ta po, gruaja e cila ka bën gati ushqim bukën ka qenë shtatzonën në muajin e 9. Ama me vërtet. E treti tha, pse ti thave se gjyqtari nuk është i familjes së vet? Tha, unë ata pe them sepse nuk mundet një gjyqtar i nivelit të tillë, do thotë me qenën me na çu përcjellës plus me na dhonën edhe ushqim të qenit. Kur shkoi gjyqtari me e pyetën nanën e vet, tha, a jam unë joti apo jo? Tha, nuk je ti i imi. Dhe do thotë e pranoj. Kur erdhi me ju dhon përgjigje gjyqtari, tha, i pari i cili thave, Abdullahi i pari i cili thave se mishi është i qenit, tha, ti e trashëgon babën tan. I diti i cili thave se bukën e ka zonë gruaja, shtatzonën në muajin e 9, edhe ti e trashëgon babën tënd, kurse ti i treti nuk e trashëgon babën tënd, sepse gjyqtarin, djalin haram nuk e nje vetëm sa i cili është haram. Do thotë edhe ti je i cili nuk je i babës tënd. Tamam. Domethënë i treti nuk trashëgoi. Kur shkon tot ditë me pyetën nanën e vet në vendin në Hijaz, thanë, oj nanë, kështu ka ndodhur me neve? Tha po. Tha, ki treti, thash, nuk ka i joni, tha, baba i juaj e ka marrën pi para xhamisë me rritën, sepse e kishin lënën, për para xhamisë e ka marrën me rritën dhe ki nuk është domethënë vllau i juaj, por baba ka dashur ta rritë ta banje të hajrit, për atë u qartësuan se Abdullahi i pa trashëgon, Abdullahi i ditë trashëgon, kurse Abdullahi i tretë nuk i trashëgon. Kjo pra është ndini Allahu çka dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çdo send në dinin e Allahut ka zgjidhjen e vet. Lusim Allahun të kemi agjerim të pranuar, inshallah të kemi evlat të hajrit, të kemi të mira në jetë dhe inshallah çdo lutje që e bëjmë në këtë muaj, inshallah Allahu xhalla xhelalu na pranon. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.